Sot është 8 marsi, është dita jonë, është dita ku ne tërbohemi fare. Gëzuar gra dhe vajza kudo që ndodheni, gëzuar dhe uroj që çdo vit e më shumë të na gjejmë më të bashkuara, duke suportuar më shumë njëra tjetrën dhe ta duam dhe ta mbështesim akoma dhe më shumë njëra tjetrën. Dua të çoj një urim special pa diskutim për dy gratë e shtëpisë time që është Gerta dhe mami. Ju pu dhe më mungoni shumë për momentin, se ndodhemi larg. Dhe dua t'i them gjitha grave dhe vajzave që mos harroni që gjysma jonë më rëndësishme janë burrat. Unë si nën e 2 djemve e kam me shumë rëndësi këtë mesazh. Do doja shumë që të gjitha nënat të rrisnin djemtë e tyre me dashuri, me respekt dhe përkushtim si çdo donim ne të na përkushtoheshin burrat tanë dhe partnerët e jetës tonë. Gëzuar, ju uroj një ditë të bukur. Ciao.